Ata duan të flasin, të tregojnë për jetët e tyre. Ngjarje të vërteta njerëzore, personazhe të cilët do të vinë pikërisht në këtë studio për të rrëfyer mbi jetën e tyre. Ne kemi mësuar shumë nga ata. Pikërisht Historikum është emisioni që do na bëjë të reflektojmë mbi jetën e shumë personazheve të cilët do kalojnë në këtë studio. Historikum. Zonja dhe zotëri mbrëma, mirë se vini në emisionin Historikum. Në këtë puntat, kam të ftuar një atë shpirtëror. Ai ka shërbyer në disa famulli, në shërbim të rinjve, por edhe të komunitetit. Kam kënaqësinë të kem në studio Dom Dritan Docin. Dom Dritan, mirë mbrëma dhe faleminderit që u bëre pjesë e emisionit Historikum. Përshëndetje Nikolin, mirë mbrëma, faleminderit ty që më ftove. Dom Dritan, si ka qenë fëminia juaj? Fëminia, si ajo e shumë të tjerëve, nuk ka pas gjana shumë të veçanta. Kam linë vitin 1980, praktikisht 10 vite komunizëm i kam kullot, si thonë në vjetrit. Në këtë perizëm ka qenë edhe shumë me mangësi të mëdha ekonomike, jo veç e jemi, por shumë bashkëmoshatarëve të mi, gjatë që njëhe. Në aso kohë ishim edhe fëmijë shumë në lagje, në fshate, në shkolle, kudo e kështu që kishte shumë edhe afekte njerëzore të bukura. Në këtë perizëm sa që nuk na ka mungu kjo pjesë, por na ka mungu ana ekonomike fije ma shumë. Me ramjen e komunizmit, frekuentimi tek kisha ka qenë shumë i madh, edhe aso kohë kishte shumë të rinj që shkonin në kish. Ato mësimet e para fetare, si thosh, i kam marrë pikërisht te familja, në bisedat që baheshin gati si fshetas në familje. Them gati si fshetas sepse e dim se ato kohë ndaloheshin këto gjana, por kishim ndoshta ndonjë farë sigurie se mund të mos na pengonin për aq. Pagëzimin fakt më ka dhënë gjyshi kur kam linë, dhe për siguri në vitin 1991 Dom Ernest Troçhani kardinal sot, që ka qenë më përpara famullitar i Barbullushit, ka kaluar edhe një herë, na ka dhënë pagëzimin me kusht, si thuhet, për siguri. E kështu, në vazhdim pastaj adoleshenca, gjitha fazat të tjera. Si ishte për ju ardha e demokracisë? Si e keni përjetuar? Si një fëmijë, sepse ma i mend nuk i kuptonim edhe ato gjana që sot shihet se kishte defektoze. Përjetonim me një emocion shumë madh, liria e madhe që na solli në aspektin fetar, edhe mund të flitej për preferenca politike, por thash si fëmijë shkoja pas propagandës që përpiqeshin të bashin, sa thu se erdhi liria me thes. Por në fakt, po ta analizosh, gjithë e dim se kishte shumë anë defektoze, sikur se ishte shkatrimi i shkollave, i fabrikave, i shumë gjanave të ndryshme, mas edhe i pemishteve të ndryshme, ka marrë vesh mrapa janë shkatru. Ishte fëmini e lumtur në këtë prizëm, dhe e pritshim edhe këtë liri që na udhëru me entuziazëm madh. Patjetër që kishte më shumë benefite se sa periudha e komunizmit, por thash si një fëmijë me atë entuziazmin se tani dolëm liri, por kemi vujt ato pasojat e mangësisë të theksuar të shkollës, në të arsimit pastaj. Duhet me falenderoj Zotin që kemi has edhe ne, si shumë fëmijë të tjerë, besoj edhe mësues të apasionum, të cilë na kanë ndihmuar në atë pak që jep e mësim të merrnim diçka. Unë në mënyrë të posaçme kam shumë dëshirë me veçu këtu mësues Leon Lekaj nga Shkodra, i biri Zef Lekajt, që ka qenë kompozitor, muzikant i njohur në Shkodër, dhe me një përzemërsi shumë të madhe ai na mësoi italishten, ishte mësues muzikët, por falas gjente të kohët na mësojnë të italishten, ishim një grup prej 3 vetash pastaj që metëm. Por thash, edhe na thoshte shpesh, kam dëshirë që të merrni diçka të paktën nga kjo periudhë shkollore që kishte ato defektet e veta, si thash, me dashje, me sa duket sistemi i lejonte, edhe pse në demokraci i lejonte testin. Por thash, duhet me falenderoj Zotin për këto figura, tjera pastaj prap që kam njoftë edhe te kisha, morgeshat e famullisë,
ndonjë seminarist, ndonjë preft në seminarista sot është meshtar, do Marian Paloka nga Kalmeti, që ishte aso kohë seminarist e tani është meshtar në Firenze të Italisë. Por po thoja, ai edhe shumë figura tjera që pastaj ndihmojnë një adoleshent, një tri si isha unë, për të kriju disa sisteme vlerash në jetë e disa ideale, për të orientu pastaj edhe zgjedhjet e veta. Ju sot jeni klerik i Kishës Katolike Shqiptare. Si ju ka ardhur thirrja për të bërë prift dhe si e keni pritur atë? Paka shumë duke si të thush, Zoti në këto situata që i rreshtova pak ma sipër, edhe në fakt Zoti nuk është se krijon jashtë jetës përditshme diçka ekstra, por aty futet dhe i ndërthur takimet, bisedat, përvojat, ndjesitë e brendshme shpirtërore, dhe ndihmon njeriu që të zgjedhin. Patjetër që nuk është e drejtë që të flasim për një moment si të thush bombastik, ku Zoti ka ndërhyrë dhe ka ndryshuar gjithçka. Ka përvoja shumë të veçanta dhe është shumë bukur të dëgjosh të përvoja që flasin për momente kur një ditë për shembull ose një orë ku kanë kuptuar shumë gjëra për sa i përket thirrjes tyne. Por unë besoj se zakonisht Zoti i merr punët avash avash dhe pastaj të jep shtymen në disa faza, kështu edhe për mua. Shkumja tek Kisha ishte shumë e bukur, përzemërsia e morgeshave që thash, e seminaristë që përmena, pastaj edhe vlerat që kultivoheshin në familje, thash ajo për kujdesja për ta festu ditën e Pashkëve dhe gjatë sistemit komunist, për të lyvest, për të hangër pagaqen, si ishte zakon, mama sistemon të shpinë pak ma ndryshe, shenja që ne na banin me menu, me hangër bekumen, sikurse edhe sot, edhe pse bekoheshim tek gjyshi, fshetas, e pastaj gjana tjera ma vonë me lirin fetare. Ka arë në këtë prizëm edhe thire, patjetër që i kam kundërshtuar në mendjen time për momentin se nuk është kallaj, por e vetmja gjë që duhet të theksoj është se shumë kush mund ta ndjejnë thirrjen, por duhet të lutin Zotin me gjitha që të kenë forcën dhe duhet të lutin Zotin që të takojnë njerëz që t'ja bajnë me kuptu se thirrja për meshtari, për jetën e kushtuar, nuk është thjesht detyrë, nuk është vetëm detyrë, sepse edhe detyrë kur dikush e ndjen, por është edhe e bukur. Edhe duhet të takojmë njerëz, me falënderoj Zotin, kur takojmë njerëz që na bajnë me kuptu se është edhe e bukur, edhe nuk është e pajetueshme, sepse kemi edhe Krishtin afër, i cili atëherën arrin të orientoj botën tonë të brendshme e botën përreth nesh, aty ku do ne. Sa kanë ndryshuar vlerat e shoqërisë shqiptare? Aq më tepër tek familja shqiptare. Jemi drejt antivlerave? Patjetër, përvoja pak edhe si meshtar më ka mësuar që të mos jem kategorik në këtë përkufizim, sepse nuk besoj se jemi drejt antivlerave. Shpirti i Zotit punon gjithmonë, ka punuar gjithmonë, qysh në antikitet, lashtësi qysh se ka kriju botën, patjetër, dhe historia na flet se ka ka vepruar gjithmonë, edhe sot patjetër që vepron. Edhe si shoqëri shqiptare nuk besoj se jemi drejt antivlerave. Patjetër që ka problematikat e kohës. Për shembull, sot ankohemi se ka një emigracion shumë të theksuar, edhe me drejt që ankohemi. Ma përpara thonë ka pas ma shumë dashni se ka pas ma shumë njerëz, por njerëzit kanë qëndruar këtu në kohën e komunizmit, paktën që thash, e kujtoj pak, kanë qëndruar prej hallit, jo prej dëshirës për të qëndruar, sepse nuk i lejonte sistemi komunist të lëviznin. Por edhe njeriu historikisht e ka pas dëshirën të kërkojnë ma shumë ma mirë. Prandaj thash, nuk është lehtë të jesh kategorik. Megjithatë, ma shumë se sa në të kalumin, sot kanë hyrë në shoqërinë shqiptare disa dinamika që janë tipike të perëndimit, të cilat nuk janë edhe as të mira. Nëse dikur shqiptar qysh me ilirinë e lashtë, por edhe në mesjetën arbënorët e pastaj ma vonë me shtetin modern, kanë shikuar nga perëndimi edhe me drejt si një vend që duhet marrë si një ideal, edhe ka vlera shumë bukura. Sot duhet të shohim me pak rezerva në disa ligje që janë, për shembull, siç është ligji i martesave të të njëjtës gjeni, ose siç është ligji i abortit, që fatkeqësisht ka edhe një propagandë shumë të artikuluar me shumë dinakri pas. Dhe ligji i divorcit që nuk është për tu pa vetëm si
me fanatizëm, sepse ka alla se tush urtineve të mran kur një çift nuk mund të jetojnë më bashkë, kuptohet se nuk mund të jetojnë, dhe ky ligj i divorcit ndoshta e ndihmon disa për të fuqizuar nga ana ligjore, por ama mund të rrezikojnë të krijojnë idenë se të ndahesh është diçka një opsion i lehtë që mund ta kesh në jetë. Ndërkohë që përpara nuk ishte krejt kështu. Prandaj thash, nuk jemi drejt anti-vlerave, sepse ka vlera vërtet rrënjosën, edhe si meshtar, sidomos në takimet e ndryshme, në bisedat edhe konfidenciale, ne na takon me i pa, ka vlera vërtet rrënjosën në shoqëri, qoftë të rriturit, qoftë të rinj, por është mirë të inkurajohen të marrin ato vlera, sepse rezistojnë, kanë rezistuar përpara dhe sot arrin të rezistojnë, edhe pse lëvizin në vende të ndryshme të botës, arrin të përqojnë vlera shumë bukura shqiptare. Sa e fortë është lidhja e familjes shqiptare ose në qytetin e Shkodrës me kishën? Si fe? Po. A ka ndryshuar? Sa e shumë bukur, sidomos në Shkodër, sepse sidomos këtu edhe unë si meshtar kam pas mundësinë të veproj. Në Shkodër edhe në qytetet e Veriut, përgjithsisht ku ka një pranim të madhe katolike. Patjetër që në shumë vende kisha katolike gëzon për afrimitet. Megjithatë, pse thash më pëlqej fakti që theksove në Shkodër, sepse po bëj një analizë thjesht të shpejtë. Në çdo diele dim se ka mesh në gjitha kishat, sa kisha ka qyteti i Shkodrës, po them, edhe fshatrat, gjithë njerëzit shkojnë në mesh, shumë njerëz shkojnë në mesh ditën e diele. Në një heshtje e cila s'ka nevojë për propagandë. Shkojnë për të kërku Zotin, për të kërku pak paqe, për të kërku pak dritë prej asaj që dëgjojnë, por edhe prej qetësisë që gjejnë aty. Dhe nuk besoj se është e drejtë nganjëherë të duket sikur shoqëria shqiptare nuk e ka për zemër fen. Me di se edhe në Shkodër ka një frekuentim shumë të madh edhe të xhamive, për shembull nga ana e muslimanëve, sidomos nga ana e rive. Dhe kjo është tregues shumë i bukur i një përzemërsie të vërtet që kanë me fen, por faktin që ato fen kanë dëshirë ta lanë të hyjnë familje, të orientojnë ritmet javore, ritmet e ditës, ritmet e vitit. E prandaj tham, është vërtet se ka një ramje ndoshta nga një aspekt për sa i përket frekuentimit të liturgjive, por në jetën e familjeve, sidomos tham këtu ku ka taku ta njoh më mirë në veriun e Shqipërisë, është shumë e pranishme feja, shumë e pranishme rastin tonë si katolike, shumë e pranishme feja katolike për të fut edhe ritmin, thash, e turin shpirtërore, ritmin e jetës përditshme tek besimtar. Si është marrëdhënia ndërfetare në qytetin e Shkodrës? Është shumë e bukur. Është shumë e bukur, por jo për të folë me superlativa thjesht kështu për populizëm. Është shumë e bukur sepse ka një diçka që nuk kam arritas ta shpjegoj, edhe më mirë që nuk kam arritas ta shpjegoj. Do të falenderojmë Zotin nga një anë që kemi pas drejtues fetar, lidera fetar shumë të urtë, të mëshëm, të cilët nëse ka pas ndonjë tendencë nga ndonjë individ i caktuar për të kaluar në fanatizma, qoftë nga ana katolike, qoftë nga palë tjera, e kanë ndaluar me shumë urti me kohë. Por kanë edhe e kundërta, edhe nëse ka pas ndonjë tepri ndoshta në mënyrën se si janë artikuluar ndoshta fjalët edhe qoftë nga unë, po marr veten si klerik, vetë populli nuk i pëlqen këto gjëra dhe të frenon që të ndalesh. Prandaj thash nuk di si më shpreh, është një ndërveprim i të dyja palëve, si thosh, i popullatës së gjerë dhe i drejtuesve, i liderëve, që me sa duket trashëgohet qysh në familje. Duke qenë se kemi një histori vujtje të përbashkët, kjo në vend që të na ndajnë, sikurse pritej të na ndante, dikun edhe ja ka arrit, por jo aq sa në shumë vende tjera të botës, prandaj thashë është shumë e bukur, sepse nuk është si në shumë vende tjera të botës. Dhe vujtja na ka bashkuar shumë edhe ka bërë të dalin pa vlerat e përbashkëta që janë fantastike, të mrekullueshme. Mi familjen, mi Zotin, mi jetën e pasosur, mi shumë gjana i kemi të përbashkëta dhe duhen inkuraju. Prandaj edhe Papa Francesco për shembull pas zgjatë Shqipërinë si vendin për të vizituar, vendin e parë evropian për të vizituar në fillimin e pontifikatit të tij, pikërisht se
donte ta ofronte si model bashkëteset fetare dhe nuk besoj se ka qenë një zgjedhje e ngushme, duke pasur politikat e Vatikanit nuk nguten zakonisht, por ka qenë një zgjedhje me e menduar mirë dhe ashtu rezultoi. Për të folur për rinin në qytetin e Shkodrës, shohim shumë problematika, qoftë nga ana sociale, qoftë nga ana shoqërore. Mendoni që rinia është larguar, mund të themi, drejt rrugës së Zotit? Edhe këtu përsërisht që thash, vështirësinë time për të qenë kategorik në përkufizime në kësi raste, sepse e përsërisht si meshtar më ka qellu të shoh praninë e këtij paradoksi, se thosh, duket sigur rinia është largu, por nga ana tjetër ka edhe të rinj fantastik, të cilët mjafton të bash një organizim krejt thjesht dhe kanë dëshirë të japin, të tregojnë vlerat që besojnë se kanë edhe i kanë. Është vërtet se propaganda për t'i josh në drejt pseudo vlerave tjera është shumë e fortë dhe artikuluar me shumë dinakëri. Për shembull, e përmenda pak më sipër aborti, që është mjaft problem. Për sa i përket familjes, por këtu të qëndron ende edhe rinia shqiptare, edhe pse me vështirësi, por e dojnë kishën, unë shoh sidomos në rrëfim, e dojnë Zotin, nuk është se ke nevojë të flasësh shumë për Zotin, e kanë një ndjesi fejet që patjetër ka nevojë për të ushqy e për të drejtu në disa pika, por kryesoren e kanë sepse ata shkojnë edhe nga familja. Thash, e përsëris vështirësinë për të qenë kategorik në të raste, sepse mund të gabohet lehtë. Mungon ndoshta rendja drejt liturgjive, sikurse ka pas më përpara. Por sensi fetar është i pranishëm në të rit, jo vetëm për sa i përket Kishës Katolike, por thash në gjithë të rit shqiptar. Si e komenton Kisha Katolike ndarjen e një çifti, sepse janë duke ndodhur shumë divorce në këto kohë? Po, e ceka pak, Kisha ndalon martesën për herë të dytë. Martesën për herë të dytë ndalon. Pra nuk mund të ekzistojë një martesë e dytë, sepse ajo është disiplinë hyjnore, quhet. Disiplinë hyjnore do të thotë është një gjë që e ka vendosur Zoti, dhe në Bibël është tepër e qartë një gjë e tillë. Prandaj Kisha nuk ka pushtet mbi një gjë të tillë dhe nuk mund të veprojnë. Ka pas bën pak polemik një enciklikë e Papës Amoris Laetitia që fliste në kapitullin e fundit mbi disa lehtësime që ai pa dashur me bë dhe i ka bën për sa i përket ndjekjes shpirtërore të çifteve të martuar. Por Papa s'ka ndryshuar asnjë për sa i përket doktrinës mësimit të zakonshëm të Kishës. Kisha thashë ndalon martesën për së dytit, por nuk ndalon divorcin nëse vërtet nevoja e kërkon. Divorci për mendje lehtësi mund të jetë edhe mëkat dhe duhet të rrëfehen. Por nuk kalon me një rrëfim pastaj, sepse meshtari mundot edhe të shtyjnë që ta rishikosh atë vendim. Por mund të ketë raste kur nuk është as mëkat. Imagjino dhuna o një situatë kaq problematike që nuk mund të menaxhohet për momentin, ndajnë me shpresën që të bashkohen patjetër gjithmonë me të shpresa. Kisha maksimumi shqyrton nëse ka qenë sakt martesa e parë, e këtu po. Për shembull kur dikush martohet kundër vullnetit, ajo martesë nuk ka ekzistuar patjetër, ose ka një mashtrim. Dim raste kur kanë pas ndoshta një lidhje jashtë shtetit, kanë rrotu kanë marrë ose e zbulu lidhja. Pra Kisha shqyrton edhe këtu atëherë jep shpall pavlefshmërinë e asaj martese. Por ende Kisha vazhdon të nxjisë që të kenë kujdes, sepse kjo është një prej antivlerave, thash, e ceka edhe pak më sipër, që propaganda sot me mundohet ta ushqejnë, ku mund të ndahesh edhe për pak gjë. Jo, shpirti i sakrificës është gjë shumë e bukur. Patjetër që është shumë e vështirë, por kërkon lutje, hirin e Zotit, bashkim me njerëzit e dashur, të kërkosh dritë, të rrish në kontakt me fjalën e Zotit dhe me kontakt me sakramentet patjetër, por thash kërkon vetmohim. E Zot Krishti nuk nxjerr diçka që thash prandaj propaganda sot me duket sikur sulmon. Nëse nuk i bini mohit vetvetes, kush nuk i bin mohit vetvetes dhe nuk e merr kryqin e vet të mendjek, nuk është nxënësi im. Pra edhe këtu, nëse nuk kanë gatishmërinë për një farë vetmohimit,
në jetë edhe çiftet do ta kenë shumë vështirë ta ndjekun Krishtin në martesë. Me një shpirt sakrifice që nuk do thotë ta humbësh vetë besimin te vetja, por të rush vlerat me një shpirt vetbesim, me një shpirt sakrifice, unë besoj se mund bën shumë më shumë dhe disa çifte ja arrin përvoja vetë dhe mos i mështar ma ka tregu në kontakte që kanë pas. Prandaj kisha vazhdon të ketë njëjtin opinion sepse për pandashmërinë e martesë, sepse forca e Zotit është e njëjta që ka qenë gjithmonë edhe në kalumen. Kanë ndryshuar disa kushte për rreth, por hiri i Zotit është gjithmonë i gjithëpushtetshëm. Edhe mund bajnë që çiftet ta riparojnë ndonjë dëm që kanë shkaktuar konflikte të keq kuptime. Sipas jush, kush është shkaku ose shkaqet kryesore që çojnë drejt shpërbërjes së familjes? Egoizmi, besoj. Krenaria. Me të drejtë dikush ka thënë, atë që njeriu e ndërton me mendjen e vet, e shkatron me karakterin e vet. Edhe kështu është. Bajnë shumë mund për të bashku disa çifte me vite, kursime pafund për të realizuar bashkimin, dasmën, gjitha shpenzimet që kërkon kjo gjë. Lumturojnë shumë familje, por në një farë piket rrezikojnë që pastaj të shohin vetveten, edhe nga krenaria fillojnë debatet në çift, unë mendova kështu, ti mendove kështu, ndesha të bëj kështu dhe nuk e ulin pak kokën të përvojtnajnë me thonë, edhe unë mund gaboj. Prandaj nguten, edhe vazhdojnë të nguten, kërkojnë veç vetveten, kërkojnë të plotësojnë ankthë ndoshta edhe të fëmijës që nuk është koha t'i plotësojnë aty, por duhet kërkojnë forma të shnetshme për t'i plotësuar. Dhe prandaj karakteri që me cilin nuk është punu ndoshta ashtu si duhet. Gjithë njerëzit kanë trauma e plag, por mund punohet me ta. Dhe nga karakteri i paglanur nga njëherë linin edhe konflikte qesharake. Ka qëllu shumë herë, ti them disa çifteve që paraqesin atë kërkesën që thash për të shpallë pavlefshmërinë në martesë. Si mendoni them atë të mund të ndërhyjnë pak për pajtimin tuaj. Jo, ai lut në një herë i tham për shpëtimin e martesës tane. Disa thonë jo. Këtu besoj se ka diçka që duhet kap në dorë sepse duhet riparu sepse duhet në ima Zotit patjetër, por tregon edhe për vujtëri kur lutemi që të shpëtojnë disa vlera që i kemi për zemër. Prandaj thash, atë që njeriu e ndërton me mendjen e vet, me mundën, me djerë, se vetëm rrezikojnë ta shkatrojnë me karakterin e vet për shkak të disa krenarive, egoizmit, por edhe disa si të thosh përpjekjeve se ka parë për të plotësuar ankthët e fëminisë që në fakt janë një formë për të qenë egoist, një formë për të qenë egoist. Shumë gjëra kalojnë me përvojtni e me durim. Si e komentoni largimin masiv të trinjve dhe çfarë roli mund të luajë kisha në frenimin e këtij fenomeni? Patjetër që largimi masiv i trinjve nuk është faji i trinjve, besoj, e as i familjarëve. Mjafton të shohësh me sa lot ndahen kur ndahen. Është përgjithësi e politikave që ndisen. Patjetër që ka njerëz gjithmonë ka pasë do të ketë që kërkojnë kushte më të mira edhe lëvizin, por kaq shumë nuk është normale. Dhe është faji i politikave që nuk duan që të rinjt të mbeten, edhe mund vjen me pyet nga një herë çka kanë politikanë shqiptarë që i kanë frikë të rinjt kaq shumë. Është mirë që të mos i kenë kaq shumë frikë. Është e vërtetë që duhin të ruajnë karriget e tyre, por edhe këtu karakteri i tyre i paglanur në disa pika rrezikon. Lidhja e fortë me parën, që nuk është vetëm lidhje me parën, pastaj lidhja edhe me prapaskenat për të fituar ato pare, se kanë frikë se dalin pa. Pra, me krimin ose me korrupsionin, atëherë rrezikon të bëjnë që të mbeten, dëshirojnë të rrinë në pushtet me çdo kusht, edhe me kusht që të varfërojnë popullatën. Nuk besoj se është faji i rinisë, sepse nëse një ri këtu në Shqipëri ka një rrogë, nuk e di, 500 euro, nuk e di, nuk jam shumë mran, pra minimale, për afërsisht, nuk e di, në Itali mund marrin 2-3 herë më shumë, patjetër që lakmon të shkojnë atje. Ndërkohë që këtu kemi çmimet më të larta se për shembull në Itali. Mjafton të hysh në supermarket me një shport, më shumë gjana blen në Itali, po marr Italinë që ka qellu ta njohë fije më mirë, o në Gjermani që më ka qellu të shoh se sa në supermarketet shqiptare.
Kjo nuk është faji i të rinjve, por i politikanëve që bashkë me biznesmenët me të cilët punojnë nuk kanë skrupuj të ngrejnë çmimet e pastaj kërkojnë të ikin. Nuk ka shans të jetë faji i të rinjve, sepse thash, mjafton të shohësh lot që derdhen kur largohen, lidhje që përpiqen të marrin me familjet, vështirësitë që kanë edhe të rinj kur ikun atje, sepse është ti hedhesh në një oqean të hapun në to, pastaj edhe ato gjenden të thatë pa afektet njerëzore të familjarëve të në dhe luftojnë e ja dalin disa, por shumë edhe nuk ja dalin krejt në mënyrë ideale, por po thosha nuk është faji të në. A keni pasur raste ku ndonjë familjar, qoftë edhe prind, ka ardhur për t'ju kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre, për largimin, por qoftë edhe për problematikat? Mund të ndërhyj kisha në këtë formë? Po, patjetër. Ka raste të shumta kur si thosh përthen një bombë, po themi një problem ndoshta i papritur ku i riu edhe drejt gabojnë, mund të kenë gabime çfarë dojet. Në fushën efektive mund të gabojnë më shumë, patjetër, por është normale që një ri gabon më shumë se sa një rritën në këtë fushë, sepse është në përplasje me jetën, në zbulim me sipër të vetvetes, shoqërisë, nuk i njeh hilet e shoqërisë sikur se i njeh një rritën. Dhe kërkojnë patjetër ndihmën e një meshtare, një murgeshet. Dhe shoqër që e kërkojnë. Është e vërtetë se disa e kërkojnë ndihmën, pastaj bëjnë çat dojnë vetë, sepse për opinionin për gjanat. Por këto s'ke ç'a bën, njën veten pak pa fuqishëm. Por në shumicën e rasteve kanë ndodhur që zbuten pak, qetësohen dhe i shohin gjanat me kam për to. Kërkojnë ndihmën që të ndërhyet tek fëmia, ndoshta kërkojnë bashkëpunimin që të për shembull kam pas shumë animator në familje të ndryshme, animator katekist për shembull, edhe familjarët vinë të kërkojnë që ma ki pa kujdes se kam këtë problem, edhe prifti e ka parasysh dhe e mon afër pikërisht duke e ruajt pak edhe prej nekimeve që prindi e din se mund t'i ketë jashtë nga shoqëria e fëmijë. Por është shumë bukur, është normale që edhe prifti edhe mësues të bashkëpunojnë me prindët dhe duhet bashkëpunojnë, sepse natyrisht përvoja ka bërë që t'i njohin më mirë disa dinamika dhe e kthehet në bekim fëmijës. Është problem shumë i komplikuar dhe një që nuk e përmenda, çështja e drogës, që në Shqipëri është vërtet, duhet të marrin konsiderat vërtet prind edhe mësues edhe politikanë por e përmenda thash me sa duket nuk e kanë interesin që ta zgjidhin si problem. Ti për famulli, për fshatrat tanë që nga njëherë dihet pse nuk ka kaq shumë njerëz në kish, sepse në disa periudha të vitit, në stin vitit, sepse e dinë se shkojnë gjithë për të kultivuar drogën në X vend. Pra, është e frikshme kjo gjë, domethënë, ku krejt familja është e impenjuar në një biznes gjoja të fshehtë, por që s'ka shanse që shtetit mos e dinë. Por krijon mentalitetin që parja është gjithçka, edhe nëse unë shkatroj me këtë drogë një të ri të një nane tjetër, të një babe tjetër në një qoshe tjetër të botës. E pastaj kur e shohin se u kthehet tek fëmijët e ndoshta fillojnë të mendojnë, por thash është për të marrë në konsiderat, edhe kjo duhet të flitet shumë pak edhe për këtë temë. Pse flitet shumë pak? Sepse prek direkt njerëz në terren, duke filluar edhe tek administrata, ndoshta që është ndjeni dhe nuk mund të veprojnë ose nuk dën. Por po thoshë është mirë që të ndihmohet të vjet ndihmë këtu në prind edhe në këtë prizëm, sepse të rrit nëpër shkolla, nëpër gjana. Nuk them se ka një përdorim masiv, sepse unë nuk di shumë në këtë fushë, por rrezikojnë të bijnë viktima, sepse gjithaj prodhim nuk është se shitet vetëm jashtë. E prandaj duhet të kenë më shumë për zemër ankesat e këtu në prind edhe për kujdesin ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve. Së fundmi, cili është mesazhi juaj për shoqërinë në qytetin e Shkodrës, për më tepër për të rinjt? Po, mesazhi mund të jetë që shpresoj të di me formulu një ide që po më vjen. Njeriu nuk është as vetëm trup, pra nga ana biologjike, njeriu nuk është as vetëm psike, pra nga ana psikologjike, njeriu nuk është as shpirt, si të thosh. Unë si preft mund duket sikur them njeriu është vetëm shpirti, jo. Njeriu ka të trija këto, edhe shkencat e sotme të antropologjisë, pra të psikologjisë, e sociologjisë e konfirmojnë këtë gjë. I ka të trija këto element, pra sferën biologjike, patjetër, e psikologjike dhe shpirtërore.
Nëse njeriu, sidomos të rinjt, i vlerësojnë pa i absolutizuar asnjërin nga këto 3 pika, i vlerësojnë të 3 dhe din t'i artikulojnë, t'i harmonizojnë, jo t'i ekuilibrojnë, se ekuilibri në kupton diçka që ti bash të ndërveprosh, pra, trupin, shpirtin, psiken, ti ushqesh të 3, atëherën mund gjesh. Ana biologjike e dim, kërkon të hash çdo ditë, të hash snejtshëm, të kesh ku të flesh, ku të mbrahesh nga ftoftit e tjerë. Ana psikologjike më shumë edhe kërkon edhe propagandat e ndryshme të dish të mos ndikohesh prej disa ideologjive të gabuara. Ana shpirtërore kërkon afektet, lidhjet njerëzore dhe hirin e Zotit, ta kërkojmë hirin e Zotit. Duhet ta kërkojmë sepse edhe liturgjia, kontakti me liturgjinë, meshën, sakramentet, ritualet e ndryshme, lutjen, pra ti harmonizojnë të 3 këto, ti vlerësojnë sepse mungesa e njëras mund të jetë fatale, mund ta bëjnë të dështojnë. Pra lidhja me vlerat është ana shpirtërore, po thonë. Duke i harmonizuar atëherën, patjetër do të japin jetës një kuptim, siç u thoshte trinjve, Papa John Paul II, merr në jetën dorë, bane një kryevepër, edhe kështu e bajnë kryevepër duke i ndërthurë këto 3 elementë që sapo citova. Dëmë drejtën, një falenderoj që ishit pjesë e emisionit historiku. Falenderoj ty, Nikolin. Faleminderit.